Një njeri sipas zemrës së Perëndisë. Vargjet 14, 13 dhe 14 që neve sapo lexuam, nëse do t'i lexonim edhe një herë, ato lexohen. Atëherë Samueli i tha Saulit: "Ti ke vepruar pa madh. Nuk e respektuar udhërimet që Zoti Perëndia yt të kishte dhënë. Në fakt Zoti do të vendosë përgjithënia mbretërinë tënde mbi Izraelin. Tani përkundër, mbretëria jote nuk ka për të vazhduar. Zoti ka kërkuar një njeri sipas zemrës së tij dhe Zoti e ka caktuar prind të popullit të tij, sepse ti nuk ke respektuar atë që Zoti të ka urdhëruar." Po të shkojmë tek Testamenti i Ri, apostulli Paul flet për mbretin David, që thot një njeri sipas zemrës tim. Perëndia pra këtu tek Samueli thot që Zoti ka kërkuar një njeri sipas zemrës së tij. Në fakt ky është një nga ato, si të thua, është një nga komplimentet më të mira, më të bukur. E para në vjetër që neve kemi sot është që Perëndia zgjedh një njeri sipas zemrës së tij. Pra Perëndia thot, unë kam zgjedhur një njeri sipas zemrës time. Pra ky është një nga ato komplimentet ose një nga vlerësimet më të mëdha që neve si njerëz mund të marrim ndonjëherë. Fjalët më të bukura që ne mund të dëgjojmë nga Perëndia këto janë, përveç bekimeve që ai na ka dhuruar ose na ka derdhur mbi ne, është fakti që ne kemi Krishtin në ne. Një nga, nëse do të ngrini pyetje dhe do të thonim cilat do të qekin këto cilësi e këtij personi, e këtij një njeriu që Perëndia thot unë e kam zgjedhur sipas zemrës time. Ishte një njeri që e donte dhe meditonte në fjalën e Perëndisë. Komi Izraelit ishte pambret. Izraeli pra ju kthua Zotit dhe tha ne duam një mbret. Edhe Perëndia dërgoi Samuelin, nuk kishin, ose çfarë kërkonin ata, cilësitë, karakteristikat që ata kërkonin nga një mbret, nuk ishin cilësitë ose karakteristikat që Perëndia kishte në mendje për një mbret. Dhe ata, kombi Izraelit, zgjodhi pikërisht Saulin. Sauli ishte një nga burrat e asaj kohe, pra moshatarët e tij, ai ishte më i gjati, më i madhi, më si thua, më i fuqishëm. Por nuk ishte dhe aq i zgjuar sa që Perëndia dëshironte që ai të ishte. Dhe pikërisht për këtë gjë vjen momenti Sauli, pra që ne lexuam te kapitulli 13, pam që Saulit i hyri frika, kur Filistejnë po fillonin e po marshonin kundra tyre. Një nga hapat që ata duhet të bënin përpara se të shkonin në luftë, ata do të shkonin në altar dhe të adhuronin Zotin dhe të ofronin sakrificat e tyre. Tek Hebrejna thuhet pikërisht kjo gjë që Jezusi, në momentin që neve mëkatojmë, Jezusi është në kryq i gozhduar dhe vazhdon të vdesë gjatë. Pra, me pak fjalë, koha e adhurimit tonë sot për ne do të ishte altari, kryqi i Jezusit, që është edhe i gozhduar, pra trupi i Jezusit që vazhdon të vdesë gjatë. Pari identifikon gjaku, gjaku identifikon sakrificën ton që po afrojmë përpara Perëndisë, dhe nëpërmjet gjakut neve pastrohemi, shenjtërohemi përpara Perëndisë. Dhe pikërisht këtë po bënin. Por problemi që ndronte që Sauli, përpara vargut 13 në fakt, Sauli mori përsipër që të bënte detyrat që nuk i takonte të bënte. Mori detyrën e priftit. Ai kishte detyrën e mbretit, detyrën që për të drejtuar kombin e Izraelit në luftë edhe të jetonin. Por Perëndia zgjodhi Davidin, Psalmin, ndërkohë që nëse neve do të lexonim na Psalmin 197 vargu 119, vargu 97, na thot
Davidi thot pikërisht këtë gjë për fjalën e Perëndis. O sa shumë e dua ligjin tënd. Ai është përsjatja ime gjithë ditën. Ë? Tu, po ta hapim Biblën në mes, faqja 6. Vidi thot në njëjtën gjë, po vargjet 47 dhe deri në 49. Do të ngre duart e mia drejt urdhërimeve tua, sepse i dua dhe do të mendohem thellë mbi statutet e tua. Pra, Davidi ishte një person ose një njeri që meditonte dhe shpenzonte kohë në fjalën e Perëndisë. Dhe nuk e merrte lehtë. Po të shikojmë në Testamentin e Ri që do të bëjmë një krahasim. Neve kemi Jezusin pra si mallëzënës së Perëndisë. Edhe në fakt Davidi në Testamentin e Vjetër bëri mëkate gabime kurse Jezusi në Testamentin e Ri ishte ai, le të themi, njeriu i përsot që Perëndia solli për kryqëzim. Jezusi ishte një, le të themi, një njeri në mish që adhuronte Zotin dhe nuk bazohesh vetëm te ushqimi ditor. Për shembull, në momentin që Jezusi po të ndohej nga djalli dhe u të ndua dhe i tha, tani ti urdhëro Perëndin tanë, kërkoj Perëndis gurët i kthej në ushqim. Dhe Jezusi që thot, ishte një njeri pra që e njihte ligjin e Perëndisë, e njihte fjalën e Perëndisë, dhe thot tek Mateu kapitulli 4 vargu 4, tek Testamenti i Ri, mbani gishtin edhe tek Psalmi, edhe shkoni edhe tek Mateu, nëse doni që të më ndiqni. Pra Jezusi thot, njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Pra ishte pikërisht ky moment kur Jezusi u përball me vështirësinë e parë dhe tha, jo, ai e njihte ligjin. Ai e njihte fjalën e Perëndisë dhe e dinte që Perëndia do të siguron. E dinte gjithashtu që vetë fjala e Perëndisë ishte ushqim për ta. Dhe ai vazhdon edhe tundimi vazhdon tek Mateu 4 dhe ai Jezusi përsëri thot, është shkruar. Pra një person që e njeh librin, e njeh ligjin, e njeh fjalën e Perëndisë, dillet kthej përgjigje të perëndishme, le të themi. Thot, mos e tundo Zotin Perëndin tan. Satani gjithashtu vazhdon me tundimet e tij dhe thot, shiko, nëse ti më gjynjëzohesh mua dhe më adhuron mua, atëherë unë do të fal gjithçka që ka kjo botë. Dhe shumë njerëz bëjnë pikërisht të kundërt. Adhurojnë gjëra toksore, adhurojnë këtë botë dhe shesin shpirtin e tyre. Ndërkohë që Jezusi thot, porru Satan, larg prej meje, sepse është shkruar, adhuro Zotin Perëndin tan dhe shërbej vetëm atij. Ishte pikërisht Jezusi pra që jep këtë lloj përgjigje Satanit. Ndërkohë që kemi dhe Davidin pra që e njeh fjalën e Perëndisë, mediton në fjalën e Zotit. Zoti në atë kohë, sepse pretendohet që shumica e psalmeve janë shkruar nga Davidi. Pra Davidi ishte dhe i frymëzuar nga fjala e Perëndisë. Nëse neve do të banim përpara se të kalonim te kjo pjesa, nëse do të banim një krahasim si e ndijmë neve veten tonë, në fakt, tek kjo pjesë. Po ne, a e duam fjalën e Zotit, a meditojmë neve në fjalën e Perëndisë, a shpenzojmë kohë, a e njohim ne Perëndin ashtu siç duhet? Një pyetje që më shumë është për analizë personale, vetjake, për të parë ku neve jemi, nuk është e nevojshme që neve të përgjigjemi me po ose jo, ose me një përgjigje më tepër se sa një po. Si mendon si që jeti me marrëdhëniet tënde me Zotin sot? A jeti më mirë nga ç'ishe të dielën e kaluar apo të dielën që ishe që adhurove Zotin? A është rritur marrëdhënia jote me Perëndin? A jeti ndryshe? Se në fakt koha kur kalon ashtu siç rritemi ne fizikisht, ashtu dhe siç ndryshojmë dhe fizikisht, ne duhet të rritemi dhe të ndryshojmë shpirtërisht. Pretendohet që të maturohemi shpirtërisht. A jemi ne më afër, a jemi më larg, apo jemi në vend numëropik
në marrëdhënien tonë me Zotin. Nëse ne nuk kemi asnjë lloj ndryshimi, konsideroni Psalmi 1 vargjet 1 deri në 3 na thot: Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës, lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës së pabesit, dhe që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve, dhe nuk ulet bashkë me tallësit, por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit. Ku e gjejmë neve kënaqësinë tonë më të madhe? Në ditën e sot, në Instagram, Facebook, ne më shumë shqetësohemi kur shkruaj një mesazh, edhe tek ai mesazhi vjen ai lajmërimi që e ka parë mesazhin, por nuk po të them përgjigje, dhe ti thua, ja, e pa mesazhin, po nuk më them përgjigje. Çka ka ky që s'më them përgjigje? Dhe në vend që të shqetësohemi, a e ka dëgjuar Perëndia lutjen time? A jam unë ndryshe në marrëdhënien time? Pra Davidi ishte një njeri i lutjes, ai shpenzonte kohë në lutje. Tek Psalmi 116, Davidi thot: Unë e dua Zotin, sepse ai dëgjoi zërin tim dhe lutjet e mia. Duke qenë se e ka kthyer ndaj meje veshin e tij, unë do ta kërkoj në gjithë ditët e jetës sime. Davidi ishte në të njëjtën faqe, le të themi. Ai dëgjonte fjalën e Perëndisë, ai meditonte në fjalën e Perëndisë, edhe gjithashtu ai e dinte, ai ishte në gjendje ta kuptonte që Perëndia e ka dëgjuar lutjen e tij. Jezusi në përsosshmërinë e tij ishte një njeri i lutjes. Tek Luka 5:16, gjithmonë Jezusi thuhet që Jezusi të rigje në vendet e vetmuara dhe lut. Tek Mateu 26 vargje 36 deri në 44 ishte ajo lutja që Jezusi aty thuhet që ai shpenzoi gjithë natën dhe u lut dhe djersiti gjatë. Dishepujt e tij, dishepujt e zuri gjumë, me thënë që Jezusi lutej. Edhe koha duket sikur ishte shumë e shkurtër për Jezus. Ka një nga lutjet shpikante, le të themi, që Jezusi bëri në momentin e fundit në kryq. O Atë, fali sepse ata nuk e di ç'bën. Luka 23. Perëndia im, përse më ka braktisur? Përkonte edhe ishte momenti në kryq, pra Mateu 27 vargu 46. Përsëri Jezusi në momenti i fundit fare që dha shpirt në kryq, o Atë, në duart e tua po e dorëzoj frymën tim. Ka 23:46. Po ne sot, a kemi ne dashuri për lutjen? A është kjo lutja, pra fjala e Perëndisë, a është një burim paqe për ne? A është një burim që neve kemi etje për të shkuar? Pali na thotë tek para Thesalonikësve kapitulli 5 vargu 17, lutuni pa pushim. Në qoftë se neve do të krahasonim qëndrimin e Jezusit, Davidit, edhe do të shikonim ata si shembuj neve sot, ku jemi? A shpenzojmë kohë në lutje? A shpenzojmë kohë në meditim? Davidi shpenzon kohë për ta lavdëruar, për ta adhuruar Perëndin. Te Psalmi 119 vargu 164 thotë: të lëvdoj 7 herë në ditë për dekretet e tua të drejtë. Pra ai lavdëron Perëndin, ai adhuron Perëndin. Tek Psalmi 95 vargjet 1 dhe 7, ju ftoj që ta lexojmë këtë. 95 1 deri në 7. Ejani t'i këndoj me gëzim Zotit, t'i dërgojmë britma gëzimi, kalas së shpëtimit ton. Le të shkojmë në pranit të tij me lavde, ta kremtojmë me këngë, sepse Zoti është një Perëndi i madh dhe një mbret i madh mbi gjithë perëndit. Në duart e tij janë thellësitë e tokës dhe të tijat janë majat e larta të maleve. I tij është deti sepse ai ka bërë, dhe dheu i thatë që duart e tij
kanë modeluar. E janë të adhurojmë dhe të përkulemi, të gjyqëzohemi përpara Zotit që na ka bërë, sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i tij, i kullotës së tij, dhe kopeja për të cilin ai kujdes. Jezusi lavdëron Perëndinë. Tek Mateu 11 vargjet 25 deri 26 thotë: Në atë kohë Jezusi nisi të thotë: Unë të lavdëroj o atë, Zoti i qiellit dhe i dheut, sepse u fsheh këto gjëra të urtit dhe të mençurit dhe as zbulove fëmijëve të vegjël. Po, sepse kështu të pëlqeu ty. Ashtu siç bëri dhe me dishepujt, dhe mbasi kënduan himnin dolën jashtë e marrën udhëhimin. Ne a e duam ne me gjithë zemër Zotin, a e adhurojmë neve Perëndin me gjithë zemër. Si është kjo koha që neve vim këtu bashkë për të adhuruar Zotin? A është e çmuar apo kur vim edhe pastaj mezi presim që të ikim, mezi presim që të mbarojë? Ka pyetje janë më shumë për të analizuar veten tonë, marrëdhënien tonë me Zotin. Davidi ishte një njeri që kërkonte unitetin me vëllezër, dhe tek pikërisht për këtë gjë Davidi thot tek Psalmi 133 vargu 1 thot: Ja thot sa e mirë dhe e kënaqshme është që vëllezërit banojnë bashkë në unitet, dhe lutej dhe vazhdonte të kishte dhe adhuronte Zotin. Pra Davidi e dinte vlerën e marrëdhënies së mirë dhe unitetit. E dini për çfarë e dinte? Një nga arsyet sepse ai ishte mbret dhe në atë kohë ishte ka luftë. Sa më shumë njerëz të kishte, sa më shumë të bashkuar të ishin, ishte mbretëria, aq më fort ishte edhe kundra armikut. Besoj që edhe kjo vlen për ne sot. Jezusi tregon gjithashtu dashuri për unitetin dhe ofron këshilla të veçanta për njerëzit që të jetojnë në unitet. Gjithashtu një nga virtytet tjera që Davidi kishte ishte që Davidi urrente rrugën e keqe. Te Psalmi 119 vargu 104 thot: Me anë të urdhërimeve të tua, unë përfitoj zgjuarsinë. Prandaj urrej çdo shteg falsiteti. Pra çdo rrugë të keqe. Mateu 21 vargjet 12 dhe 13, Jezusi hyri në tempullin e Perëndisë, i dëboi të gjithë ata që shisnin dhe blinin në tempull dhe përmbysi tryezat e këmbyesve të parave dhe ndejësit të shitësve të pëlura. Dhe tha: është shkruar, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje, por ju e keni kthyer në shpellë kusarësh. Jezusi i doli haptazit dhe fliste kundra ligësive, kundra gjërave të këqija që ata kishin në mendje. Tek Mateu 23, gjithashtu vargjet 12 deri në 36 kemi korrigjimet, këshillat që Jezusi i jepte për njerëzit që ndiqnin rrugën e keqe. Tani pyetja është, cila është sjellja jonë drejt rrugëve të gabuara? Ai përkrahen, ai qëndrojnë të heshtur, a flasim, a denoncojmë? Tek e dyta Korintasve kapitulli 10 vargjet 3 deri në 5 na thuhet: duke qenë manifestuar se jeni një letër e Krishtit, e hartuar me anë të shërbesës sonë dhe e shkruar jo me bojë, por me frymën e Perëndisë së gjallë, dhe jo mbi rasa guri, por mbi rasa të një zemre mishi. Dhe këtë besim ne kemi në Perëndin me anë të Krishtit. Jo se jemi të aftë prej vetvetiu të kuptojmë ndonjë gjë sikur se vjen nga vetja jonë, por aftësia jonë vjen nga Perëndia. Pra nëse jemi në Perëndin, Perëndia na bekon me zgjuarsi, siç thot dhe Davidi, dhe na jep mundësinë që të dallojmë të mirën nga e keqja. Me disa nga ato cilësitë pam cilësitë e mira, tek Vepra 13:22 neve pam që Davidi ishte një njeri mbas zemrës së Zotit dhe kishte gjithë të gjithë atributet që ne pam
në komisi. Perëndia ishte konfident, besonte që Davidi do të bënte gjithçka. Gjithashtu pam tek Jezusi këto cilësi dhe kjo është dhe thirrja jonë që Perëndia na bën që të ndjekim Jezusin. Jezusi thot, pushimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e tij. A jemi ne sot për të bërë vullnetin e mirë? Do të vi koha. Të kujtohet se të thash në fillim, pjesën e fundit, e thash që në fillim, por nuk e thash plot. Do të vi koha që neve do të vim përpara Perëndisë dhe do të thotë këto dy gjëra. Jo çdo njeri që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qejve, thot Jezus. Por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qej. Dhe ne të jetë ky mësim sfidues për ne, ku ne sot kemi mundësinë që të rritemi shpirtërisht, të shpenzojmë kohë në fjalën e Zotit, të shpenzojmë kohë në lutje, të shpenzojmë kohë duke adhuruar Perëndin ton me gjithë zemër, edhe t'i japim nderin dhe lavdinë Zotit në jetën tonë.